çmimi do të rritet nga data 1 prill. Kur do të shqyrtojnë ato kërkesa? Dhe më thjesht, se cile vendimorje tyre, se cile hap që e kanë bo, na kanë dhonë me kuptu që ata tanime e kanë marrë vendimin për rritjen e çmimit të energjisë. Po e them thjesht, këtë rritje të çmimit të energjisë, sipas propozimit të korporatave, nuk është duke e zbatu zërej. Pas kësaj është qeveria e Kosovës. Pas kësaj është qeveria e Kosovës. Për arsye se ata janë njerëz të zgjedhur nga kjo qeveri, të propozuar në kuvend dhe kuvendi i ka votuar këta ta mbrojnë interesin publik. Këta aty do të duhet ta mbrojnë interesin publik, por mbrojnë interesin e mafisë energjetike dhe mbrojnë interesin e dikujt tjetër përveç jo të qytetarëve të Republikës Kosovës. Dikush mund të thotë është akuzë e rëndë, mirë po në rast se ti nuk e mbron interesin e qytetarëve të Republikës Kosovës, cili do interes tjetër të qoftaj. Ajo është interes i ndonjë organizimi tjetër, mund t'ja lëm emrin si dojnë, mirë po mu si qytetar, si përfaqësues i njerëzve që nuk jetojnë mirë edhe pse punojnë e mënohen me jetu ndershëm, është mafia energjetike. Mirë po, qytetarët e Republikës Kosovës, njerëzit e ndershëm të këtij veni, dhe na krejt bashk, kemi mundësi dhe kemi mekanizma që me i detyru institucionet e Republikës Kosovës për m'ju kthy obligimit kushtetues dhe ligjor, me mbrojt interesin publik, me mbrojt konsumatorin, me mbrojt qytetarin nga abuzimi që mund të bëjnë mekanizma cilët ata i kanë mandatu për të kryer një detyrë në funksion tjetër. Si mund të bëhet kjo? Po, kjo punë betim bëhet kallaj. Në rast se na jemi kundër ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Në rast se na jemi kundër çmimit të energjisë elektrike, duhet betim është kriju një grup në platformën në rrjetet sociale, as një cent ma shumë. Sfori nëpërmjet rrjeteve sociale. Pastaj nëse është nevoja nëpërmjet peticioneve, që ky tjetë masiv, dhe pastaj për ta parajmëru ZRA-n dhe qeverinë, që kanë mu përballë me protestat mëdha dhe të vazhdueshme, derisa të tërhiqet ky propozim nga ZRA. E pastaj janë mundësit me të cilat ne tani kemi kryer zgjedhjet, certifikohet rezultati dhe në rast se ZRA nuk është e gatshme ti përgjigjet organit që e ka mandatu për të kryer obligimet ligjore që ka për të mbrojtur interesin publik, në fundit edhe të shkarkoj ata anëtarë cilët nuk e përfaqësojnë interesin e Republikës aty, për përfaqësojnë interesa të caktuar, e më pastaj mundet qeveria ka edhe format tjetër të bëj padi në gjykatën themelore në Prishtinë, ta pengoj ekzekutimin e këtij vendimi që kuvendi mund të nxjerrë rezolut edhe mund të nxjerrë ligj që në një periudhë caktuar ta kufizoj mundësinë e rritjes së çmimit të energjisë. Pa ajo çka është mas më rëndësi në një vend edhe një shoqëri normale, kur nuk kishin pas mundësi, as nuk kishin guxu me bë këso eksperimente, duke llogarit që ndërmarrjet që i kanë mbi 50 punëtor dhe kanë qarkullim mbi 10 milion euro, t'i heqin dhe t'i qesin në treg të lirë, atëherë ku është nevoja për kaq shumë energji elektrike? Ku i dojnë mja shtrejtu këtë energji elektrike? Përveç po them që pas një dyshim, këta janë në shërbim të mafisë energjetike. Faleminderit shumë, po kthehemi te konferenca që mbajtet sot, zotëri Rafuna. Në këtë konferencë u përmend kërkesa që duhet drejtuar institucioneve që sektori i prodhimit të subvencionohet. Cila është kërkesa konkrete në këtë drejtim dhe çfarë mund të bëjë shteti më shumë për të më mbështet bizneset prodhuese për me përballu këtë kosto të energjisë? Po, kërkesa për subvencionim ishte që nëse nuk merret një vendim për ta shtyr afatin e biznese për të kaluar minimumi prej një vitit për të kaluar në tregun e hapur, të shihet mundësia për me subvencionu siç ndodh në vende të tjera. Për shembull, Shqipëria ka kohë që i ka bardh bizneset në tregun e lirë, në treg të hapur, mirë po vazhdon me subvencionu.
Edhe ato e kanë kalu shumë lehtë këtë sfidë. Nuk kanë pasur të njëjtin shqetësim ose të njëjtin problem që do ta kenë bizneset tona sot që e kanë. Edhe që janë shqetësuar se mund të përballen me çmim shumë më të lartë. Edhe për më lejoni ta theksoj se 15% ka të bëjë me shtetarët e Republikës Kosovës për ekonomitë familjare, kurse te biznesi mundet me shku edhe 100%. Sot disa bizneset që janë interesu, kanë kontaktu bursat të ndryshme dhe furnizues, ju kanë ofruar deri 50-60% më shtrese që e kanë pas sot çmimin e energjisë elektrike nga ana e Kecit dhe Keskës. Kështu që kërkesa ishte që nëse nuk shtyhet ky afat, s'paku të shihet mundësia për subvencionim. Mirë po, qysh koincidoi që njoftimi PZRE-s erdhi mbasi që u kry procesi zgjedhor. Qysh koincidoi që po hyn fuqi bashkë kur nuk i kemi institucionet tona fuqi plot. Na sot, çdo kërkesë që e kem, nuk kemi mundësi kujt më adresu se si kije komisionet brenda Kuvendit Republikës Kosovës. Edhe qeverinë e ki në detyrë. Pa një legitimitet. Pa legitimitet, nuk e ka në bazën ligjore që me inicu një ligj. Mu bo një plotësim ndryshim. Për shembull, është nevojë urgjente që ky të ketë punësuar 50 punëtorë ose qarkullimi 10 milion mu ndryshu. Këto janë kushtet e cilat janë vendosur në vitin 2017 që nuk përkojnë me realitetin sot ku gjendemi në vitin 2025. Dhe kërkesa jonë ka qenë që bizneset të vendosen sipas sasisë së shfrytëzimit, deri në një sasi të caktuar. Domethënë edhe kjo sasi të përcaktohet në bashkërendim me bizneset. Nëse bizneset shpenzojnë mbi atë sasi, atëherë të kalojnë në tregun e hapur, ndërsa ndër atë sasi të jesin në çmime të rregulluara nga ana e ZRE-s. Falë betim, që të ndërhyj. Po në rast se kemi një dyqan të madh tekstili, që i ka mbi 50 punëtor, ose që ka filiale, edhe që ka qarkullim mbi 10 milion, po shfrytëzuesi vogël i energjisë elektrike, pse duhet ta nxjerrim në tregun? Jo, ai nuk ka mundësi, ai mbyllës, ai nuk ka mundësi të veprojë në tregun e hapur. Është kosto tepër e lartë që ai të mirret me kontratat e shitblerjes, ta gjejë furnizuesin, të paguajë ato licencat, ku ta diun, ajo është kosto barë shtesë që ai nuk mundet me përballu një biznes i vogël. Kemi startupe që i kemi subvencionuar me fillu, i kanë 50 punëtor, edhe sipas kësaj logjike ata duhet me kaluar në tregun e hapur. Kjo është ajo që na kemi thënë që do të zvogëlu numrin e punëtorëve. Po kanë filluar me zvogëlu numrin e punëtorëve, po ajo kalon të në një lloj informaliteti. Prap nuk është zgjidhje. Jo, nuk është zgjidhje heqe. E kështu që kërkesa jonë ishte në krahas këtyre dy kërkesave që dolën nga takimi i sotëm. Kërkesa odës ekonomike është për gjitha partitë politike që janë përfaqësuar në Parlamentin e Kosovës ose që kanë fituar të drejtën të jenë në Parlamentin e Republikës së Kosovës, që në një periudhë sa më shpejt të mundshëm ti themelojmë ose ti konsiderojmë institucionet në mënyrë që të jenë fuqi plotë për me marrë vendime.